Mosshlyerja e pagesave të energjisë elektrike ka ndëshkuar dhe administratën shtetërore. Pas arrestimit të disa krerëve të OSHE-s, kontrollet janë nështruar personeli drejtorisë së burgjeve. Nga një verifikim i Ministrisë së Brendshme, ka rezultuar se janë rreth 650 gardian që nuk kanë paguar rregullisht energjinë elektrike, duke shkelur në këtë mënyrë kodin penal. 131 prej tyre rezultojnë debitor në shuma të mëdha deri në 23 milion lek në një afat mospagimi prej 13 vitesh. Për këtë të fundit, Ministria e Drejtësisë ka urdhëruar shkarkimin e menjëhershëm nga detyra. Mos shkarkimin e të gjithë punonjësve që kanë rezultuar debitor, Ministri i Drejtësisë e justifikon me faktin se në asnjë moment nuk duhet rrezikuar siguria në burgjet shqiptare. Verifikimi i pagesës së energjisë nga punonjësit buxhetor është duke u kryer në çdo institucion shtetëror, pas një urdhri të dalë nga kryeministri që kërkon zbatimin e ligjit me korrektësi për të gjithë nënpunësit e shtetit. Kryeministri Rama ka paralajmëruar kështu punonjësit e administratës se nuk do të marrin rrogat nëse nuk paguajnë faturat e energjisë elektrike. Në një postim në Facebook ai shkruan se kush abuzon me energjinë s'mund të marrë rroga me lekët e taksave. Të punosh në shtet do të thotë të jesh shembull në pagesat e dritave, ujit dhe taksave.